Në maj të vitit 2020, Sokol Sadushi do të emërohej antar i Gjykatës së Lartë me një mandat 9 vjeçar. Sadushi prej tetorit 2023 mban edhe postin e kryetarit të Gjykatës së Lartë. Sokol Sadushi sot është 63 vjeç, por që tani po mendon për atë që do të bëj kur të mbush 67. Pra, në ditën që mandati i tij si antar i Gjykatës së Lartë mbaron, Sokol Sadushi do të jetë 67 vjeç. Në ato kohë ka edhe 3 vite për të mbushur moshën e pensionit. Ka shumë hipoteza sipas cilave Sadushi po synon mandat në gjykatën kushtetuese. Që kjo të ndodh, kriteret ligjore duhet të heqin kushtin e moshës së daljes në pension. Ky kusht është i njëjtë si për antarin e gjykatës kushtetuese, ashtu edhe për atë të gjykatës së lartë. Dhe Sadushi në emër të gjykatës së lartë ka propozuar dhe heqjen e kufirit 70 vjeç të daljes në pension në këto dy gjykata. Apo e shantazhon Sadushi kryeministrin Rama me nevojën e vet të pavdekësisë në karriket e drejtësisë ose jo? Kjo i mbetet Ramës ta vendosë në peshore. Por sulmi ndaj gjykatës kushtetuese për pushtimin e karrikeve të asaj gjykate nga zëdhënës ose lajkatar të Sadushit ka në çdo rast pamjen e interesave privat të Sokol Sadushit të lidhura me sistemin dhe jo me nevojën e njerëzve për drejtësi. Për nevoja private të Sadushit që lidhe me ndikimin e tij në sistem, ai stisi një dorëheqje të një antareje, mandati së cilës nuk përfundonte në 2025-ën, por njëjtë me të ishte mandati i Holta Zaçës dhe Sonila Bejtës. Me justifikimin e një dispozite që e kishte shuar vetë kur kishte ndryshuar me gabime kushtetutën, Sadushi stisi vakancën e krijuar me dorëheqjen e një vasaleje për të arritur tek justifikimi i nevojës për ripërtëritje të gjykatës. 6 muaj pas dorëheqjes së Elsas, Sokol Sadushi nisi sulmin kundër mandatit të Holta Zaçës. Gjykata kushtetuese u detyrua të mblidhej dhe të ndërpriste mandatin kryetares së gjykatës. Pastaj Sadushi priti 3 muaj që të niste gërmimet për mandatin e Sonila Bejtës. Por në këtë pikë hasi në merrjen e godinës së presidentit, i cili duke mos vijuar lojën e Sokol Sadushit, ju drejtua vetë gjykatës kushtetuese me kërkesë për vendimarrje. Gjykata kushtetuese u vërtit plot 10 muaj përpara se të merrte në shqyrtim kërkesën e presidentit. Pasi kishin shkurtuar mandatin e Holta Zaçës, gjyqtarët e tjerë u detyruan të shkurtonin edhe mandatin e vetes së tyre. Sadushi qetësoi secilin prej tyre me premtime karriere. Kështu Sonila Bejtës, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të tetorit 2025, i paskësh mbaruar mandati që në prill të vitit 2025. Presidenti e kishte bërë kërkesën në janar të këtij viti, mandati i Bejtës përfundonte sipas tyre në prill, por ata e lanë ta shqyrtonin kërkesën në tetor. Këta janë gjykatësit tanë kushtetues, kushtetutën din ta lexojnë, por kanë vetëm pak problem që të kuptojnë si lexohet kalendari. Bejtës, sipas këtyre kalendargjinëve të tetorit, i ka mbaruar mandati në prill. Elsa Toskës i kanë llogaritur se i ka mbaruar mandati në vitin 2025. Pasi Elsa kishte ikur në drejtim të paditur, Holta Zaça i vazhdon pret zëvendësuesin. Megjithse sipas kushtetuesës, mandati i saj mbaroi në mars të 2025-s. Për këtë karrige, Sadushi falsifikoi dokumentet zyrtare të kushtetuesës, duke shpallur humse Naureda Llagamin. Në vend të saj, nisi Asim Vokshin, që pas 3 viteve në detyrë, braktisi edhe ky një mandat 9 vjeçar. U mërzit në gjykatën e lartë, pse Asim Vokshi e shkurtoi me 6 vite mandatin e vetes në gjykatën e lartë. Mandati i Ilir Toskës, sipas kushtetuesës, llogaritet të përfundojë në shkurt të vitit 2028. Kjo do të thotë që ai do të qëndrojë në detyrë 3 vite më pak se sa mandati 9 vjeçar. Toska del me minus 3 vjet nga mandati. Gjafer Llari, sipas kushtetuesës, duhet të largohet nga detyra në tetor 2027. I hiqet 1 vit nga mandati. Papa Jorgji, sipas vendimit të kushtetuesës, largohet nga detyra në dhjetor 2027, pra minus 1 vit nga mandati. Mariana Semini do të përfundojë detyrën në janar 2031, që do të thotë 11 muaj para kohëzgjatjes normale të mandatit të saj, pra minus 11 muaj. Ibrahimi, sipas gjykatës kushtetuese, do ta mbyll mandatin në nëntor 2030, pra minus 11 muaj. Sandër Beci përfundon mandatin në vitin 2028. Nëse arrim në fund dhe bëjmë një kalendar, atëherë në gjykatën kushtetuese aktuale, 3 mandate përfundojnë në vitin 2025, 2 mandate në vitin 2027, 2 mandate në vitin 2028, 1 mandat në vitin 2030 dhe 1 mandat në vitin 2031. Ky është kalendari miratuar së fundmi nga gjykata kushtetuese. Për momentin, asnjë mandat nuk mbaron në 2029-ën kur i mbaron mandati Sadushit në gjykatën e lartë, por edhe kalendari ndryshon, varet si e lexon.